Se duket kë, ka një vajzë nuk pret më pas fëmijë tjerë. Vajza i ka 2 prind. Nëse vdes baba, nana trashëgon. Baba i saj me gjas ka vllazën. Vllaznia e tij trashëgojnë. Baba i saj, nëse ka babë e nanë, ata trashëgojnë një pjesë djalit vet. Baba i saj mund të ketë motra, edhe motrat e kanë hisën e vet. Kështu që krejt pastoria nuk i takon qikës. Tjetër sen është që lëshojnë pe motrat, hallat e qikës, motrat e tina, thënë pasionia jote, leja vladit tënë, por ligjërisht kanë hisën te. Në kësa raste, kur vdesi Zoti i shtëpisë, do të me thjerë diken që merr vesh në trashëgimi, edhe me tregu kush ka mbet për antarët familjes, edhe sa kanë pasioni. Dhe ta i tregojnë. E pastaj, a lëshojnë pe, tërhiqen për shembull motrat, a nuk tërhiqen, që të shqiptarë zakonisht motrat tërhiqen nuk marrën hisë dhe vllaznia, zakonisht, por të drejt kanë. Dhe vllaut nuk bën me met hatri nëse motra thot për du hisën te. Sepse ka dhe Zoti, e qysh ti e kundërshton një dispozit të Zotit. Po jo nuk don me marrë ajo, thot jo më çfarë. Kuni me që të burra, le të bën burrë pasioni vet. Atë kam burrë, le të bën pasioni, këtë kam vlla, po du me dha hisën te. Me hala më se marrë heq. Nera ju rrit. Por torr këtë pasionin të vajza, nuk është në rregull e punë ashtu.